të bëj thirrje gjithë vizitorëve nga Kosova të vinë në plazhin e Durrësit, sepse këtë vit plazhi i Durrësit ka risi. Nuk ka më asnjë derdhje të ujërave të zeza në det. Nuk ka më kanalizime të cilët plasin pusetat, por janë të gjitha të lidhura në kolektorin kryesor. Furnizimi me ujë është 5 orë në ditë në plazhin e Durrësit. Pra ka një përmirësim të jashtëzakonshëm të furnizimit me ujë për gjithë plazhin. Nga ana e tjetër, furnizimi me energji elektrike 24 orë nuk mungon në plazhin e Durrësit. Rruga Pavarësia, pothuajse gjysma e kësaj rruge, nga një rrugë për makina është transformuar në një rrugë për këmbësor dhe sheshe pushimi për vizitorët, për qytetarët që jetojnë në atë zonë. Pra kemi 4 risi në të rrugë, të cilët kanë përmirësuar ndjeshëm gjithë jetesën, jo vetëm banorëve të asaj lagjes, por edhe gjithë turistëve. Për sa i përket sigurisë së plazheve tona për rojet bregdetare, ne kemi lidhur marrëveshje me operatorët turistik që kanë plazhet private për të vendosur ata rojet bregdetare duke u bashkuar disa operatorë turistik në çdo 300 metra për të vendosur një Baywatch. Projekti paksa i vështirë, sepse edhe rojet duhet jenë të licencuar, duhet jenë njerëz me eksperiencë, jo thjesht që të vendosim një gabim dhe brenda mos ketë asgjë. Jemi duke punuar dhe shpresojmë që në këto ditë gjithë plazhi i Durrësit të jetë i mbushur me rojet bregdetare.